që të takumi sërish në emisionin 20 minuta me sfidën e radhës. Sot bashkë me Agronin, kera me kuptu edhe ju me po se si pregaditet një qips. Jemi të pika në Pestov, të Vipa Qips, edhe pas hapi kemi më të regu se që shkon krejt procesi dhe dhe përfundimi i një qipsi. Agran si e edhe që shmo kalon, të dhe vështë? Mirë se vini në kompaninë tonë, jeni të mesarës gjithmonë. Atëherë unë në pikat shkurta, pra ashtu se procesi zgjatë, por në pikat shkurta dhe të kalojnë, ne momentalisht jemi në fazën ku bëhet pranimi i lëndës parë dhe pastrimi i pjesëve fizike, domethënë dheu, balta, baroja e kështu me radhë. Edhe kalojmë në pjesën këtu bëhet edhe pastrimi me ujë, po ujë pa kemikate, pa asnjë detergjent, domethënë pastrim vetëm me ujë. Edhe kalojmë në pjesën tjetër ku bëhet qerimi, prerja edhe vazhdojmë çdo fazë që veç. Domethënë kjo pjesa ne e quajmë si pjesa para përgatitore. Edhe është pjesa më pak e pasur, pra arsye se kemi të bëjmë me një produkt që vjen nga toka dhe ka plur, ka balë që të bërë, edhe kjo fizikisht edhe është kërkesë e standardet për siguri ushqimore, që të jetë fizikisht e ndame me pjesën ku produkti veç kalon në pjesën e përpunimit final. Vazhdojmë aty. Edhe kjo është pjesa ku bëhet pastrimi me ujë. Domethënë këtu pastrohet patjetër fillimisht. Pastrohet me ujë. Edhe ndahet nëse ka ndonjë gur ose ndonjë pjesë metali ose diçka. Pra ashtu se kemi të bëjmë me një produkt që vjen nga toka dhe mundësit janë që gjithmonë të ketë gur, bosa ose ndonjë pjesë metali. Mirë po këto automatikisht ndahen, kalon në pjesën ku bëhet qerimi. Qerimi edhe pastrimi i patatës. Këtu domethënë patatja qërohet, e gët lëvorja edhe pastrohet me ujë. Mirë po për arsye se patatja nuk e ka formën e rrethë, domethënë ka formë shtrejtë. Domethënë mund ndodh që një pjesë mos qërohet mirë ose një pjesë ku është ndryrë gjatë qëndrimit në depo, ose për arsye të ndryshme i nënshtrohet një inspektimi manuel. Domethënë ku punëtorët në mënyrë manuele selektojnë dhe kontrollojnë çdo patatë veç e veç. Pas selektimit. Pas pastrimit edhe selektimit, largimit patatëve të papërshtatshme kështu me radhë, kalon në pjesën larg atje ku bëhet prerja. Domethënë varësisht nga lloji i patatinave ose i çipsit, ekzistojnë etikat e veçanta. Mund të jenë rrafsha, dhëmbëzor, po jo shumë të shprehur, edhe dhëmbëzor më të shprehur. Domethënë vetëm ndrohet pika. Hapi tjetër, domethënë pas prerjes, patatja, një pjesë e amidonit që mbetet në sipërfaqe të patatës kur pret, domethënë shpërlahet. Teksa i thojmë larje e ftohtë ose shpërlarje e amidonit. Këtu mënyrë automatike ndahet amidoni, për arsye se amidoni nuk guxon të kalojë në pjesën ku bëhet përgjimi. Na mund të ngjitemi lart dhe atje ta shohim se si është prerë dhe është pastruar. Ja shive, këtu domethënë është bërë prerja, edhe të njëjtën kohë pastrohet amidoni që është mbetë në sipërfaqen e patatës prerë. Për lartë amidoni? Vijat në qipsa. Kjo bëhet me thikë. Domethënë thika, ato që e thash unë, kemi rrafsh, domethënë që dalin gjitha rrafsha. Kjo është dhëmbëzor, po jo shumë i shprehur, domethënë ato vallëzimet janë më të vogla, edhe lloji i tretë është me do vallëzimet shumë të shprehura më të mëdha. Hapi tjetër pas larjes është pjesa ku bëhet zirja e patatës. Domethënë, deri këtu është me ujë të ftohtë, tu kalon me ujin e ngrohtë. Mirë, por nuk është zirje klasike. Është një zirje deri në 80 gradë Celsius, për arsye se nuk guxon të jetë temperatura më lart se ndrojnë përbërja kimike dhe organike e patatës. Qëllimi kryesor është se kjo të zihet, po mos ndryshojë përbërja, mbetet ashtu natyrale sa ka qenë patata. Kjo është pjesa ku bëhet zirja e patatës. Domethënë këtu zihet, edhe uji qarkullon vazhdimisht, ndrohet vazhdimisht, gjithmonë temperatura është nga 70 deri në 80 gradë Celsius. Kjo ndryshon varsisht nga lloji. A jeni non stop të punu? Po, tu punohet 24 orë. 24 orë. Punohet. 24 orë vazhdimisht pa. Edhe këtu mund të shohim patatën që është e zirë, po jo e zirje e plotë. Hapi tjetër, domethënë pas zirjes është tarja. Për arsye se patatja ka diku nga 80-85% ka lagështi, edhe nga 75-85% lagështi, edhe një pjesë është gjatë zirjes e merr në sipërfaqe, domethënë qëllimi janë është
sa ma pak ujtë që në bidet. Ajo nështrojt procesit tharjes. Ja këto është procesi tharjes. Do më dhënë për mesarit, largohet sasia ujtë që është mbetë në sipërfaqe, jo sasia brenda, që është brenda patatë, pa jo që është në sipërfaqe largohet. Edhe tash patatja është e gatshme për më fut në përdim, të bëhet pjekja. Do më dhënë, pjekja bëhet në vaj dëlletjerë. Ajo që është më rëndësishmja, i cekim këto dy pozicione. Do më dhënë, ky këtu edhe aja atje, të janë dy filtra që gjithmonë e filtrojnë ujin edhe banë të gjitha grimcat e vogla që nuk janë përshtatshme për batatina. Do të i eliminojnë në mënyrë automatike. E po, tash nga pala tjetër ku fillon pjekja në vaj, prap përparësia kësaj linje, se kjo linje 24, do ta prej linjave më të reja dhe më moderne. Kështu që janë nolë që nalë me pasrim largohen, eliminohen qatë pasrim. Që brenda ditës ke prap pastrohen dhe eliminohen këto pasrim. Se këto janë se rezultati shpëndarjes së ajrit dhe kanë betë. Po këto pastrohen. Ajo që duhet ceket që është shumë rëndësi për konsumator, se linja i ka filtrat që vaj vazhdimisht filtrohet, vazhdimisht pastrohet. Qëllimi kryesor i krejt kësaj është që produkt dhe tjetë. Edhe i sigurt, edhe më shpërishë cilësia produktit, jetë shumë atë. Shkojmë në pjesën finale. Përderisa shkojmë të pjesa tjetër të regam, sa është e vështirë me punun krejt që të zhurnë, edhe sa e keni të letë komunikimin me të vete? Zhurma në rastin e parë, kur hysh për herë të parë është pak ma... Por në mësu, është por rutinë. Kjo është softveri, dhe në tonë kur gjithë shka përcillet në mënyrë automatike. Softveri është shqip, dhe në tonë gjitha është shqip. Çdo sektor e ka pjesën e vetë edhe gjitha elementet, gjitha janë në gjërë shqip. Dhe në kjo punon automatikë. Dhe që ka një problem në fazën fillestare, në mënyrë automatike ndërprehet. Kjo është ai filtri i vajit. Do të thonë që vaji filtrohet. Edhe gjitha grimcat dhe papastërtitë që janë fut, do të thonë eliminohen. Dhe po ky nuk është filtri i vetëm. Kjo është filtri me grimca më të vaja, do të thonë që nga ky. Është filtri tjetër që është me letër, edhe i tërë sasia e vajit do të thonë gjithmonë kalon nëpër këtë filtër tjetër. Edhe vaji pastrohet vazhdimisht. Ata hobi dhe shkën duku, ma interesant. E tash jemi në fazën ku është kry pjekja, ne po ende nuk i ka shije. Shkëm lartë dhe shofer. A moj? Një përbuje gjatë edhe ondrat kër i shej shumë e patate. E por, keqë. Unë të falenderoj sëresh që në kjo objutat. është knaqësi që t'jemi gjithmonë bashkë, edhe ne ta krymë punën tonë, ju ta krymë punën e ju, edhe gjithmonë kër jemi bashkë, suksesi s'kam në mundu asë juve, bashkë. Sa ma shumë të bashkëpunojmë, ju duhet a llogaritni që jeni në shpinë e juj, edhe bashkarisht mund të arrijmë shumë sënët. Shumë larga. Faleminderit shumë. Kisha kënaqësi që isha pjesë e Vivaqet sot. Është kënaqësi edhe për mua. E promes të dashur, ka që kishim edhe për sonde në 20 minuta. Po besoj që u kënaqëm shumë bashkë, e sfida tjera na presin. Deri atëherë nga Una Njeza, natën e mirë.